Pithu burrit 30 vjet Baby Bu. Baby Bu ata qes një qaj, diçka kështu. Unë kam qenë me fol shumë, edhe nga njerë do të munoj pak para musafirve. E boj një ushqim quajtur Jani. Këtë ushqim në Suarik nuk e kam dëgju asnjëherë. Çdo vakt, domethënë e servojnë langun me çdo ushqim, kurse tani në Suarik jo. Standardi në Kosovë, me audit të shkon fakultet. Kishe të bletesha me firmë, e po shkon me autobus, gruaja martune. Në këtë intervistë, Shkurtë e Fejzën do ta shihni një zhanër krejtësisht ndryshe. Kemi folë për TikTokun, madje edhe për makinën e saj. Familjen e saj e kryesisht vjehrit. E veç për këngët s'kemi folë. Në këtë llojshmëri historish kemi folë më saktësisht me Shkurtë e Fejzën, jo këngëtarën, por tiktokerën e një orë, e cila me rrëfimin e saj për ne ka shumë çka për të na treguar. Tashmë TikToku është jeta e saj e re. Shkurtë e Fejza është tiktokerja e cila tërhoqi shumë vëmendje me postimet e saj. 24 vjeçarja nga Suhareka është e martuar në Prishtinë, ku dhe ka ndërtuar një jetë të re. Tani, ajo është edhe nën e një vajze 2 vjeçe. Gjitha këto ka ndodhur shumë pa plan, kanë ardhur ashtu shpejt, edhe planet e Zotit janë gjithmonë më të mira se tuat, për këtë arsye janë shumë e lumtur me gjithçka që më ka ndodhur tash. Me të martuar, ndryshuan edhe zakonet e traditat nga qyteti ku u lend. Unë kam qenë shumë e re kur kam marrë te familja burrit, edhe më kanë prit shumë mirë. Prindrit e burrit a me thirr non bab apo ndryshe. Unë për veti e thirr ashtu non bab, sepse ashtu e ndjej, edhe për shkak të respektit që kam për ta, nuk më vjen zor ashtu të themi për me i thirr në themër, edhe që dashnin që ka me shprehi. Po që kam ka rënë sy, kanë qenë ushqimet, sepse këtu e boj një ushqim quajtur Jani. Këtë ushqim në Suarik nuk e kam dëgju asnjëherë, as nuk e përgatisim. Ku kam marrë këtu e kam dëgju për herë të parë. Edhe e dyta është langu, që e bojnë në Prishtinë. Këta çdo vakt, domethënë e servojnë langun me çdo ushqim, kurse tani në Suarik jo. Nuk është që kam pas ashtu shumë sfida, po ndoshta më e madhe ashtu le të themi, unë kam qenë me fol shumë, edhe nga njerë do të munoj pak para musafirve. Që po edhe këto nuk është që kam shumë sfidë madhe se flas, nuk është shumë pengon dikush. Si një nën e re, po ashtu ande studente, për rritjen e vajzës krah të djathtë e ka vjehrën. Unë në fakultet jam kanë edhe në pritje të ëmbël të vajzës, edhe përkundër kësaj e kam kryer gjitha provimet me afat. Po për këto më kanë gjindë shumë, sidomos familja e sidomos vjera, ku u kujdes shumë për vajzën, se normalisht nuk mundesh me kry një fakultet duke pas vajzën e vogël, se ka obligime shumë edhe vajza. Pastaj anën tjetër vajza, edhe gjithmonë vjera më ka thonë, shko mëso, unë i kry këto, gjitha punë të shtëpisë, përkujdesna për vajzën, edhe gjitha këto kanë qenë ndihmë shumë e madhe për mua. Baby Bu është ky emri që i pengon shumë ndjekësve të saj në TikTok, derisa për të është thjesht një emër përkëdhelës ndaj bashkëshortit. Baby Bu na ka ardhur shumë natyrshëm, nuk më kujtohet as pse çysh na ka ardhur. Po pastaj me shoqëni të pohajgare Baby Bu, edhe na kam bërë Baby Bu, të i thonë njëri tjetrit. Pastaj një ditë pa dashje kam përmend TikTok me një video Baby Bu, edhe kam pa që njerëz nuk pjo pëlqen ky sen, edhe kanë komentuar pse pithu burrit 30 vjet Baby Bu. Normalisht që këto ja tham kur jemi privat me njëri tjetrin, është domethënë emër përkëdhelës se në gjithë botën i thojnë bashkëshortit baby ose ndonjë emër kështu ma cute. Vetëm tek ne e kanë marrë këto si ku me diçka Baby Bu. Një nga temat më të diskutuara rreth saj është stili i jetesës, i cili shpesh është në qendër të kritikave. Ajo tregon se shumë shpesh paragjikohet për zgjedhjet që bën, edhe për faktin që ajo ka një vetur luksoze. Atëherë ne kam postuar një video duke shku
në fakultet me kerë edhe më ka marrë komente standarti në Kosovë me audit të shku në fakultet. Pastaj një video tjetër e kam lidhë të shku me autobus, se ndonjëherë shkoj me autobus, kur kam ndonjë punë marrë edhe keren ose kur kam shku ma shpejt. Pastaj ka nërë komente tjera që ti që po shitësh, kishe tu bletesha me firmë, e po shkon me autobus, gruja martune. Edhe për këtë arsye jam ndje shokune, se keq me shku me kerë, keq me shku me autobus. Kurse për lidhje me TikTokun, disa tafër ma shtu më thojnë që se po postojnë, komentet, a ishe komentet. One nëse bazona në komente nuk postoj asë njëherë, kështu që nuk duhet m'ingu që ka flasin tjertë, po vetëm me vazhdu pare. Ka edhe një lutje për femrat, pasi që paragjykimet më së shumti nga ato i merr. Ka persona që nuk mujnë me shtu pesh, ose nuk mujnë me hup shkaku e ndonjë problemi shëndetësor. Këto komente kisha pas qef mirë dëktu, sidomos femnat, se është shumë e turpshme, mi po.